rast për veprën penale të dhunimit. Një person dyshohet se është dhunuar seksualisht nga 3 persona. Krejt kjo ndodhi në qendrën korrektuese në burgun e Dubravës. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se viktima fillimisht është sulmuar fizikisht. Një rast të dhunimi ka ndodhur në Istagë më 25/08/2026, rreth orës 21. Viktima burr ka raportuar se 3 të dyshuar fillimisht kanë ushtruar dhunë fizike ndaj tij, e pastaj edhe e kanë dhunuar seksualisht. Pas rastit, viktima ka marrë trajtim mjekësor në spitalin e Pejës. Nga prokuroria themelore në Pejë kanë konfirmuar se ndaj 3 personave është iniciuar rast për veprën penale të dhunimit. Në qendrën korrektuese të burgut të Dubravës është raportuar për një rast të dhunimit, mes rast viktima ka pranuar trajtim mjekësor dhe me urdhën e prokurorit të shtetit të dërguar për ekzamenime të nevojshme, ndërkaq ndaj 3 personave është iniciuar rast për veprën penale të dhunimit. Njëkohësisht janë autorizuar policia e Kosovës dhe institucionet tjera përkatëse që t'i kryejnë veprimet e nevojshme hetimore, të cilat do sqarojnë rrethanat e këtij rasti të ndjeshëm. Për rastet e tilla, ekspertët e shëndetit mendor theksojnë rëndësinë e trajtimit profesional. Specialist i psikologjisë klinike Ilir Havolli thotë se rastet e dhunës seksuale lënë pasoja traumatike në gjendjen emocionale të viktimës. Dhuna seksuale mund të ketë pasoja të thella dhe afatgjatra në shëndetin mendor. Ajo mund të shkaktojë frikë, ankth, depresion, sulm paniku, probleme me gjumin, mangthe, stres post-traumatik, si dhe humbjet e vetëvlerësimit, izolim dhe vështirësinë e marrëdhënie. Terapia përshtatet sipas nevojave të personit dhe fillimisht fokusohet në sigurinë dhe stabilitetin emocional përpara se të punohet drejt për drejt me traumën. Institucionet bëjnë me dije se rastin e burgun e Dubravës është dokumentuar. Numri i aksidenteve me